Me Gjesin, a keni ndonjë raport? Me Gjesin kam pasur komunikim para disa muajsh, por këto kohët e fundit nuk kemi pasur komunikim bashkë. Domethënë as nuk i kam shkruar, por as nuk më ka shkruar, e kam parë ndihemi në rrjetet sociale. Më pëlqen, është shumë energjik, shumë aktive dhe edhe ato lojrat që ai i bën her pas here në Instagram. Më pëlqen, është i lezetshëm. Eksperienca aty u mbyll, po çka tash? Po tani... A ke ndonjë projekte? E pash me një intervistë që e tha që do kthehesh në Vjeshtë. A do të ketë një rikthem të Valponës në ekran? Në Vjeshtë. Po, ç'të kishe thënë? Patjetër, Vjeshta s'ka mbaruar akoma, dhe sa të vi dimri, kemi kohë. A ke ndonjë projekt konkret apo ende jetu i shqyrtu? Patjetër që ne kam projekte të zemrës, të profesionit tim. Unë njëkohësisht jam duke u marrë edhe me një portalin tim që unë e drejtoj me shumë dashuri, edhe që ushtroj dhe profesionin tim aty. Por pa diskutim, unë do kem dhe projekte televizive. Kur? Kur, ja, në Vjeshtë. E ke i lënë kështu ta, por në Vjeshtë. Ndoshta pa mbaruar Vjeshta. Edhe pse, për hir të vërtetës, edhe ndihem shumë mirë, edhe ndihem shumë falenderuese që ju e dini që periudha e ndrimit të gazetarëve bëhet gjatë muajit korrik gusht, aty mendohet se këtë marrim, këtë ndryshojmë. Kam pasur shumë kërkesë ofertë, edhe jam ndjerë shumë mirë. Jam ndjerë shumë mirë për vetëm në arsye ndoshta për të kthyer atë përgjigjen asaj cikletit që ka ndodhur dikur, edhe kur shikon të gjitha këto kërkesa që kanë qenë oferta shumë të mira të më propozuara, por nuk jam ndjerë akoma gati për t'i marrë ato projekte dhe për t'i pasur në dorë. Absolutisht unë po punoj për atë projekt që ma do shpirti, ma do zemra, dhe për që në sigurt në hapat e mi që do t'kem në televizionin ku unë do të paraqes projektin tim. Ta ofranin përputhjen, a do ta prezentoje me një opinionist, një ish konkurrent? Për unë them, përputhen i qëndron shumë mirë Megit. Dhe mendoj që kanë bërë përzgjedhje shumë të mirë të opinionistëve. Kështu që kanë bërë zgjedhjen e duhur, kështu që i shikoj shumë okej. Dhe nuk do t'ishte e bukur përputhen po t'ishte një moderatore tjetër. Nuk e di pse Megi mua më mëron shumë në atë format. Ndoshta shikuesve do t'i qëndronte edhe Valpona. Patjetër që Megi duket shumë bukur, po një kombinim interesant do ishte, pse jo? Aha, e ka sërish.